Ju përshëndes gjithëve. Me di që jeni shumë mërzitur me këto ngjarjet më të fundit. Erion Velia i gjykatë kushtetuese prej orësh. Pas kësaj ndodhi kjo humbja e jetës kryeministrit Fatos Nano. Gjithsesi prap njerëz kanë qenë edhe ata. Do ka qenë edhe Tosi njeri. Nuk kemi pse të hyjmë nga ato pikpamjet e tjera me shpreh ato gjërat tona. Qa mund t'i kemi shpreh edhe më para, ose mund t'i shprehim sot për Ramën, për Berishën, për Veliën e për shumë politikanë tjerë që ne themi që po punojnë padrejtisht për vendin e janë të korruptuar e po i hyn hak shqiptarëve, po i marrin qaf shqiptarët. I ngushëllim nga ana njerëzore mund t'ja shprehim kushdo nga ne. Kështu që edhe një lajm tjetër ka qenë edhe ky i kësaj ministres së infrastrukturës, është paraqitur edhe në SPAK që shtynte mikrofonet kështu. Tani e mora vesh, por tani si do ja bëjmë ne për këto rrugët që kanë bërë këto, që kanë marrë parë pa fund, siç është që glon trafiku këtu, boria e makinave dhe njerëzit që stresohen çdo ditë, jo vetëm Tiranë, por rreth e qark Tiranës, në rrugët lidhëse që lidhen me qytetet e tjera, ndërqytetase, trafiku gjitha ne ku dy njerëzit që janë, le të themi, ata që bie përgjegjësia më së shumti, një ndër to është Erion Velia si kryetar bashkie, për shkak të këtij trafikut, pra që ndoshta mund të jetë edhe haka i njerëzve, sa ai atje është fut për gjëra të tjera, domethënë akuza atje, por një person tjetër është edhe ministrja Balluku, që është paraqitur në SPAK. Shumë me pozitet që se qa kokën fare, me shumë arrogancë do thoja, deri diku atë arrogancën e ka shpreh edhe në forma tjera, jo vetëm sot, por tani do ta shohim se si do të shkojë. Edhe kryetari Velia, edhe ai ashtu ka qenë para disa kohësh, ndërkohë sot e pam krejt ndryshe. Gjonat bukura po vinë për shqiptarët, gjonat mira po vinë për shqiptarët. Uroj që këto gjëra të jenë mësim dhe të jenë një formë ndryshimi për gjithë ne që jemi duke vuajtur tu në Shqipëri dhe kemi zgjedhur të jetojmë akoma këtu, të vazhdojmë të sfidohemi me shumë probleme, me shumë pamundësi, me shumë vështirësi për ta çarë këtë jetë deri në skajin e mbijetesës për ta quajtur dhe siç e thon shumë shqiptar, luftë me vete është kjo jeta në Shqipëri. Por se do thoni ju pastaj po mirë mos merr makinën, s'bë makinën, ç'pun kemi makinë ti e hy për banit e unë dje kisha një motor, se kanë thënë shumë veta që kishin ato motorët elektrik. Ma hoqën atë po ishim punë. Përdora makinën, trafikun e shifni vet. Jam kthy urbanit 3 orë rrugë, vetëm për Tiranës rreth e qark për i punë time që kisha. Siç mund të kesh çdo shqiptar, çdo qytetar, çdo njeri. Bileta pritet rritet prap. Kushtet njerëzore, nuk po merr ato të frymë, po mbi gati po bie gjendje të fiktit, narkoz, direkt për operacion. Qa mund bëhet, nuk e di, na kanë ikë fjalët komplet, nuk dim të lidhim të themi dy fjalë, aq shumë ngarkesë stresi kemi në këtë jetë që po ndërtohet në kryeqytetin e Shqipërisë dhe jo vetëm, po flasim për kryeqytetin për shkak se gjithë ajo vëmendja është tu për të bashkëtuar, për bashkëvepruar dhe për të ndërtuar, le të themi, një ekonomi bazike në kushtet e që të bashkëtosh, të ndërveprosh, të bashkëtosh. Çfarë mund të bashkëtosh tu, me këtë smokun, me këto ndërtimet pafund, me këto vendet, hapësirat pa hapësira që kryeministri po mundohet t'i luftoj fort fare. Quella është libri unë, ose pa punë, se kam harru me lexu. Ja, vazhdoj. Lexojmë në libër. Çfarë më bë?